Queen, si je? Unë kam dalë këtë herë për të pyetur Rozana apo Gerta, kush do të shkojnë finale? Atë Gertën se dua fare, Rozana. Rozana? Ua! Pse Rozana? A e pe historinë e dhimbshme të Rozanës, mbrëm? Nuk lidhet njeriu për interesa, Po pra. Pra edhe nëse dikush nuk është i aftë të japi fëmijët, ti duhet të rish me atë sepse e do, apo jo? Ti ke dashuruar ndonjëherë në jetën tënde? Kam qenë martuar, po. Po, të lutem. Çfarë ka, ne jemi dy të rinj që bisedojmë. Ne dhe të dy të rinj, Po patjetër, i rinë shpirt. Ti je... Më ke gjyshe. Patjetër. Ti je i fëmija i fëmijës tem. Po, i rinë shpirt e mund. Që të dy jemi vesh sportiv. Aha. Të rinë shpirt. Po veshja sportiv do të thotë që i ri. Në shpirt pra, në Po shpirt. këtë ndjej, unë ndjem mirë edhe ishtë. Super, edhe unë shumë mirë ndjem. Nga jeti? Nga Lushnja. Ua, qoftë shumë jetë. Ti? Kuks. Kuks. Interesante. Pra ti thua definitivisht Rozana. Mhm. Po mes Gjistit dhe Rozanës. Rozana. Rozana. Shiko në kamerë dhe thuj diçka Rozanës se ajo është duke të ndjekur tani. Ua, dëgjo, por Rozana rrjedh nga një familje shumë intelektuale dhe shumë e mirë. Mua Rozana nuk e për hatër, po është e mirë. Se e takon, si i takon. I takon dhe Rozana fitoi edhe tani, gjuna që i shkojnë gjithë lekë të Rozanës, sa me i bo. Në ma mua ndonjë lekë për Rozanës. Thuaj përse është duke të ndjekur tani. Në ma ndonjë lekë Rozane, po të takon se je shumë e mirë, shumë qytetare, edhe familje intelektuale. E vërtet. Mund të përqafoj sërish që jemi Po ke marrë dhe një herë tjetër në intervjë. Po patjetër, ti je ekskluzive, por Unë jam Artemisa dhe juftoj të shkoni në YouTube Andale AL për të parë episodin e plot të WTF Show.